Orbelini dhe Iliri. Fluturin përmetar, të cilët nisën në 2014 një ide të çmendur pas një studimi një vjeçar për të prodhuar bimë mjekësore aromatike të zonës ku ata ishin familjarë, të sillnin në mënyrë të paketuar si një produkt final për konsumatorin shqiptar. Ndërkohë që pak a shumë të gjitha fabrikat e bimëve mjekësore aromatike fokusohen drejt tregjeve ndërkombëtare, dy djemta fokusohen te tregu i Brëndshëm, sepse kanë aty një oportunitet mjaft të mirë. Grumbullojnë produkte nga rreth 50 fermer, rreth 50 ton bimë mjekësore të ndryshme, të cilat i përpunojnë, i marrin pothuajse të tare, i përpunojnë të risheshin në tregun e Brëndshëm, një zinxhir rreth 1000 markete, 1500 klientë në gjithë Republikën e Shqipërisë. Në gjithë Republikën e Shqipërisë marrim, nga jugu deri në veri. Kemi fermerë. Pastaj ne marrim edhe nëpër fabrikat që janë të standardizuara, që e bëjnë produkte gatshme. Kalojmë në pjesën e seleksionimit dhe paketimit. Çunat janë mbështetur me ngritjen e kësaj qendre grumbullimi, e cila është ndërtuar nga zero, ka pasur bëjmë një paketim tonë artizanal. Bëhet themi ambalazhimi është handmade, bëhet e gjitha themi me dorë. Vjen produkti standardizuar tek magazina e përpunimit, seleksionohet dhe kalon në porcione më të vogla, është e gatshme për në supermarket. Kemi bashkëpunim të fryqëm me mbi 1500 klientë, si tha edhe ministrja. Produktin 90% të produktit e marrim nga fermerët, 90% dhe nga disa fabrika që janë të standardizuar, i punojnë për Europën, edhe për Amerikën. Bëjnë produkt të gatshëm, që themi të standardizuar me test, 25 kg, vjen produkti në Tiranë, këtu standardizohet përsëri me etiketa në logon e bumit dhe del në treg. Ky ambient është ambienti produktit të gatshëm, pasi ambalazhohet, etiketohet me të gjitha regjistrimet përkatëse dhe kalon në ambientin e produktit të gatshëm. Ky është një hall që këtu do priten gjithë fermerët, do lidhen gjitha marrëveshjet. Si është potenciali i nxjerrimit të saj? Ka shumë interes të tret, ne kemi rreth 30-40% rritje çdo vit, dhe kur kemi filluar këtë punë, kemi patur shumë kërkesa, domethënë për në eksport, por nuk donim që të merrim vendime që ne të paraqiteshim tek ata, do të kishim një imazh më të fuqishëm, të ishim më të sigurt për këtë që bënim. E dim që ky investim ka nevojë akoma për zgjerim, për një fermë tharje, pjesën e përpunimit edhe për pjesën e distilimit. Ta mbyllim të gjithë si proces. Se fermerët, vërtet Shqipëria këto vite, realisht o 10 vite që ne jemi në treg, ka ndryshuar shumë domethënë bujqësia, jo vetëm në stasi, por edhe në cilësi kemi një ndryshim shumë të madh. Edhe rrethinat e Tiranës, zona rurale le të themi e Tiranës, ka një mikroklim super speciale, të cilat mundet që të krijohen ferma apo stafat, të cilat ta kenë produktin e shitur në fund, dhe në fund ky është qëllimi, që të shitet produkti, gjithë të lumtur në momentin që shitet produkti. Klima është speciale, tokat janë në lënë djerë, neve ju vim në ndihmë, mund të bëjmë kontrata paraprake të përcaktuar specifikisht dhe për cilësinë e produktit dhe në fund të gjithë të lumtur, edhe neve dhe fermerët dhe të kontribuojmë të gjithë nga pak për le të themi për vendin apo për të mirën materiale.
Mirë se erdhët kryeministër. Në një vit që kjo strukturë është ngritur, e kam filluar nga zero. Është një proces i cili hap pas hapi, dorë pas dore, kryeministër ndihmon të gjithë zinxhirin e fermerëve. Aktualisht grumbullojmë vetëm produkte që janë të egra, pra që prodhohen në gjendje të egër. Synojnë edhe prodhimin e kultivuar më pas. Dhe qëllimi është që ky bëhet një pol qendre ku edhe grumbullohet, edhe thahet sipër në katin e tretë. Gjithë cikli është i mbyllur. Bëhet një cikël i mbyllur dhe poshtë pastaj përpunohet për vaj. Ka zgjedhur ta ndërtojnë objektin në një zonë që nuk është industriale, edhe për të ruajtur ekosistemin e vetë produktit. Është një zonë jeshile. Ka qenë qëllim kjo arsye, sepse duan që Tish Rrutin t'i japin vlerë edhe nga banorët e Tiranës që të mund të vinë edhe ta përdoren si një atraksion. E epiqendër për studentët apo për do ketë edhe shumë fermerë edhe në këtë zonë që do vinë, edhe ata do na sjellin ato ofertat e tyre dhe neve njëkohësisht do të tregojmë se çfarë duam ne, se edhe ne të njëjtën gjë bëjmë marrin porosit, çfarë na duhet ne. Këtu do ketë konsulent që ne të japim informacion të qartë, agronom këtu që edhe çfarë na duhet, edhe se si na duhet produkti, edhe pse jo ta përmbyllim më së miri këtë. Ka të thuhet edhe një diçka tjetër që ata janë përfitues të programit i parë. Po, absolutisht. Pjesë e masës 7, që është masa e diversifikimit të fermës, sepse ishte vetëm një masë ku mund të aplikojë për investime në plantët aromatike mjekësore. Ajo çka ne kemi bërë në programin i parë 3 është të japim mundësinë subjekteve që duan të përpunojnë, pasi përpunimi nuk ishte pjesë e investimeve të mbuluara në programin e parë 2, pra subjekteve që të fabrikojnë rënda, që mund të bëjnë investimin apo përpunimin e thelluar, do mund të aplikojnë pjesë e investimit në programin i parë 3, gjithashtu do mund të aplikojnë dhe fermerët që mund të mbjellin bimë medicinale, çka nuk mbulojnë në programin i parë 3. Kjo interes shumë. Madje do të ishte edhe më kryesorja sepse produkti i sigurt del nga fermerët të sigurt. Ne mund të bëjmë çuditëra këtu, të ngrejmë edhe gradacela, por nëse ne nuk e kemi një produkt të sigurt që nga toka, nga i kontrolluar që në rrënjë të bimës, atëherë edhe ne nuk do ndjehemi të sigurt. Të dalim duhet të shtojmë promocion. Duhet të shtojmë edhe diçka këtu. Jemi falenderues programit i parë HBR-s edhe qeverisë që ka mbështetur fermerët apo agropërpunuesit siç jemi edhe neve në këtë rast, për arsye se ne nëse nuk do ta kishim mbështetjen, si thua është një shtys, një shtak, nuk do ishte, okay, do ta kishim bërë, por nuk do ishte në këto nivele. Po nuk qenë të bashkuar. Nuk e them dot. Shumë mirë është shumë. Urime edhe sukses. Faleminderit. Ne ecim me eksportet nga të mirë kryeministër, deri në fund të gushtit të këtij viti jemi me rreth 20% eksporte të rritura dhe sesi dhe vlerë. Është punë që kryhet padyshim edhe fal investimeve të tjera që kanë mundur të rrisin prodhimin, të rrisin përpunimin, të rrisin shkallën e cilësisë. Nëse na lejoni, mund të bëjmë një foto me stafin, Gizat, lutem. Po vim. Hajde dilni këtu përpara se. Dili pak përpara. Ta organizoj dalim përpara. Hajde dilni këtu përpara që shkallë. Ne i thotë të njësë që jetë i vërtet, nëse shqiptari jetë një frim, jetë një ndim, se gjithë së bashku do ecim shumë shpejt, kam shumë besim. Do t'ju japim një ndim gjithë fermerëve, jo vetëm të kësaj zone, por gjithë Republikës së Shqipërisë që të vinë këtu, edhe ne t'ju japim vërtet kohën se çfarë duam neve, çfarë
Çfarë edhe ne një postiri do marrim porosi edhe jashtë. Çfarë do të shesim? Ju ku e kemi filluar? Kemi filluar për mes. Flash. Sa vjet përpara? Iliri ka qenë, kjo ka qenë vetëm 18 vjeç në student. Unë kam qenë 24 vjeç në atë periudhë, punoja në një kompani prestigjioze në Tiranë, menaxhership dhe na ra në sy kjo pjesë. Ka qenë fiks viti 2014, jo, ka qenë tregu në Shqipëri, por ka qenë pak kaotik në atë periudhë. Dhe shans, fat, po fati nuk është gjithmonë fat, po edhe duhet ta bësh fatin ndonjëherë. Ne pikasëm këtë lloj tregu, këtë lloj gjëje dhe bëm një studim në atë mënyrën tonë të bërjes dhe na rezultoi goxha pozitiv dhe ashtu rezultoi në fund. Iliri ka qenë vetëm 18 vjeç në atë periudhë kur kemi filluar. Fola pak edhe me ministrin dhe më tha emri, çfarë është emri, çfarë do të thotë emri? Emri është Bumi. Bumi do të thotë, do ka një kuptim. Është emri nënës Bukurosha që është nëna dhe Milo është mbiemri. Shumë faleminderit. Kemi vënë punën, shpirtin dhe emrin e kompanisë. Faleminderit ministri. Faleminderit.